Në ambientet e Arqipeshqisë Metropolitane Shkodër-Pult është zhvilluar prezantimi zyrtar i aktiviteteve që do të organizohen në kuadër të 130 vjetorit të shpalljes së Zojës së Këshillit të Mirë si pajtore Shqipërisë, si edhe shpalljes së vitit jubilar Marian në bazilikën kushtuar asaj. Gjatë prezantimit u theksuar rëndësia shpirtërore dhe historike e këtij përvjetori për Kishën Katolike në Shqipëri dhe përmbar besimtarët, duke cilësuar këtë vit si një kohë të veçantë hiri, reflektimi dhe ripërtëritje shpirtërore për popullin shqiptar. Ky vit jubilar përmban një moment me rëndësi të veçantë për jetën kishtare dhe për identitetin shpirtërore dhe kulturor të popullit shqiptar, duke synuar ripërtëritjen e devocionit ndaj Zojës së Këshillit të Mirë dhe formimin e bashkimit në fe. Ngjarjet qendrore të hapjes së vitit jubilar do të jetë me 25 prill 2026, që është vigjilja e festës, ku do të bëhet hapja e ekspozites tematike pranë Bazilikës së Nënës së Këshillit të Mirë. Ekspozita do të përmbajë materiale fotografike, historike, dokumentare dhe devocionale, duke ofruar një pasqyrë të theluar mbi zhvillimin dhe rëndësinë e këtij devocioni ndërshekuit në jetën e kishës dhe të popullit shqiptar. Gjëja e parë që kena dëshirë për ta prezantuar për publikun është pikërisht logoja, e cila është edhe ekspozuar këtu në sfond. Logoja, nëse ju e shihni me kujdes, është një formë rrethi që simbolizon edhe globin, po thojmë botën, por në atë kohë edhe si mesazh shpirtëror për gjithë Shqipërinë në rastin konkret. Edhe ka disa detaje interesante janë numri 130, edhe po thojmë zeroja është Zoja e Këshillit Mirë, që është zemra në thelb edhe e kremtimit të këtij viti jubilar. Por edhe pjesa e ngjyrave të numrit 130 është marrë nga paleta kromatike e Zojës së Këshillit Mirë e originalit. Atëherë keni edhe 3 viza që janë 3 lumejt, simbolizojnë 3 lumejt, sepse ju dini që kisha e Zojës edhe kalaja janë të rrethuar mes 3 lumejve, edhe një farë mënyre është edhe viti, brenda është edhe viti i shpalljes 130 vitori i shpalljes së Nënës së Këshillit Mirë. Gjëja e veçantë brenda kësaj logo është edhe sfondi, nëse shihni me kujdes, është ikja e Kolidromenos, pra kuadri, piktura e Zojës së Këshillit Mirë, ose më mirë, ikja asaj që është shpërngul në shkun Gjenecano, ne kena dashur që për të bashkuar elementin shpirtëror, elementin artistik, por edhe elementin historik të logos. Një ftesë është bërë dhe Papa Leonin 14 për qenë pjesë kësaj ngjarje të rëndësishme për Kishën. Ftesa për Papa Leonin e 14 është dërguar nga Konferenca e Peshqinore e Shqipërisë, nga gjithë i peshqvit dhe kanë konferenca që ka pas dëshirë të shpreh afërsinë papës në një farë mënyrë, duke e ftuar që të vizitojë vendin tonë, duke përfituar nga 130 vjetori si një rast shumë i mirë. Nuk duhet të harrojmë që Papa vetë është një agustinian ku në Shërbejnë, në Gjenacanu, dhe është menduar që ti jepet kjo ftesë dhe ti dorëzohet kjo ftesë, e cila duhet të thonë akoma nuk kemi një përgjigje as pozitive as negative. Nga ana tjetër, sigurisht kardinali Makrikas është niveli më i lartë pas Papës, i cili do të vizitojë vendin tonë. Bëhet fjalë për kardinalin e një prej 4 bazilikave kryesore të Kishës Katolike, që është në Rom dhe një prej bashkëpunëtorëve kryesor të atit shajt në zhvillimin e misterit të tij Petrin. Nuk duhet të harrojmë se ai është rektor në bazilikën ku Papa Francesku vazhdimisht vizitonte para dhe pas çdo udhëtimi apostolik. Ky vit jubilar pritet mbledh besimtar nga gjithë Shqipëria dhe më gjërë, duke e kthyer bazilikën e Nënës së Këshillit të Mirë në një qendër të rëndësishme pelegrinazhi dhe përjetimi shpirtëror.